Të dashur shqiptarë, është ora 8 e mëngjesit, data 9 dhjetor, viti 2025, dhe sot përsëri dua të ndaj me ju lajmin e jashtëzakonshëm, ora diellore e zbuluar në Dimale, që s'e ka ditur njeri. Ky zbulim është bërë në vitin 1971 nga Burhan Dautaj. Ka mbetur e harruar. Arkeologët shqiptar, tradhtar, kopjojnë të gjitha dokumentet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Është një lloj si të kopjosh matricat e printimit të parave dhe ja japin këto matrica negativet Universitetit Amerikan të Ohio's dhe të Chicagos. Shqiptarët e kanë bërë këtë tradhti. Këto dokumente do të ishin në faqen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ndërkohë që në bodrumet e saj janë pikërisht objektet Iliro Helene të stërgjyshëve tanë, dhe një nga këto objekte është ora diellore, e zbuluar në Dimale. Amerikanët nuk dinin se çfarë më kishin dërguar shqiptarët. E nxjerrën në faqen e internetit dhe ju kërkojnë studiuesve grek që ta përkthejnë. Grekët nuk e kanë përkthyer, se kuptonin dot, sepse aty ka fjalë që nuk janë në greqisht, janë vetëm në ilirisht. Dhe një nga këto fjalë është di sexte ose dy gjashtat. Dhe grekët se kuptonin dot, sepse nuk ka në gjuhën greke dy gjashta. Në gjuhën greke është dodeka ose dhodeka, do të thotë 12. Fjalë për fjalë 2 dhe 10. Për dy gjashta në greqisht nuk ka. Me 2 krijohen numrat vetëm në shqip. Për shembull 40 do thotë 220, është 40. Kjo mënyrë numërimi është vetëm tek keltët dhe tek ilirët, tek shqiptarët. Pra 2 gjashta është koncept numërimi shqiptar, nuk është grek. Nuk ekziston në greqisht. Dhe tani, raporti midis Hermesit dhe Apollos është në Iliad. Hermesi vjedh kopen e lopëve të shenjta të diellit. Sapo kishte lindur dhe rritet menjëherë dhe kthehet në hajdut. Përfaqëson piratët e lirë, Hermesi, që ta dini. Ishte perëndia e hajdutëve. Do të kemi parasysh që grekët ju kanë thënë shqiptarëve Arvanitas që çliruan Greqinë, hajdut. Hajdut qingjash, pra zot që është në qiell. Ky është emri i heronjve të çlirimit të Greqisë, Arvanitasit. Po ashtu, ne na kanë quajtur gjithmonë grekët hajdut, pirat, drilon, labiatan, fjalët më të pista, breukoj, vemje. Këto janë emrat e fisëve ilire. Fisi më i madh i lirë është Penestai në Dibër, do të thotë sklever në greqisht. Pra, Hermesi ishte perëndia hajdutëve, perëndia e ilirëve. Hermesi ishte një kolon gjigande që lëshonte hije, dhe ilirëve, duke ndetur në diell, se ilirët ishin pak dembel, duhet ta pranojmë, ju lind një ide e jashtëzakonshme, krijimi i orës diellore. Ky nuk është mendim grek, ky është mendim ilirësh përtac, që nuk donin të punonin. Dhe rinin në diell gjithkohës. Ngroheshin në diell dhe shikojnë hijen e Hermesit, sepse Hermesi ishte një kolon që vendose në udhkryqe, dhe u bie ndërmend krijimi i orës diellore. Do të kemi parasysh që fjala mal është përdorur në poemën e Odiseas, prandaj kjo ju ka shpëtuar turbo-albanëve. Dhe tek Odisea kemi Zeusin e maleve. Pra mal do të thot titan, perëndia Olimpit. 2 male janë Hermesi dhe Apollo. Hermesi ishte shumë krijues, ishte perëndia e artizanëve, edhe hajdutëve, dhe ai krijon lyrën. Nga zhgulli i një breshke.
Dhe Apollo i thot, më jep lyrën dhe të kam falur që më ke marrë kopen e lopëve të shenjta. Dhe bien dakord, pra bëjnë një tregti të tillë, Apollo dhe Hermesi. Por në Iliad nuk përmendet ora diellore, as tek Odisea. Tek Odisea përmenden vetëm malet dhe dimale. Do ta shikojmë në një film tjetër. Pra, ky është një zbulim epokal. Askush se ka ditur që fjala mal është përdorur tek Odisea. E kam gjetur unë, krejt rastësisht, pa dashje. Asiokli se ka ditur që fjala mal është tek Odisea. Grekët thonë që fjala mali do të thotë fieleshi, ose dy vrimat. Pra, këto janë homonime, fjalë me burime të ndryshme, por me shqiptim të ngjashëm. Dhe ç'a ndodh? Grekët edhe sot e kësaj dite nuk e dinë që ora diellore është në dimale, dhe që dimale do të thotë Apollo dhe Hermesi. Nuk e dinë. Nuk e kanë përkthyer grekët këtë tekst të orës diellore. Nuk gjendet gjikundi. Dhe në Wikipedia nuk ekziston fjala dimale si vend i orës diellore. Nuk ekziston as në Enciklopedin Britanika, sepse është zbulimi im që është bërë në mënyrë të pavarur nga Burhan Dautaj. Unë mora vesh dje që Burhan Dautaj ka vdekur në vitin 2021, i shkreti, ndjes past. Dhe familja e tij nuk ka marrë asnjë lloj shpërblimi për zbulimet e mëdha të këtij arkeologu. Të gjitha shpërblimet e të gjitha arkeologëve shqiptar i ka marrë vetëm një familje, familja Ceka. Ashtu si të gjitha shpërblimet për të gjithë demokratët i ka marrë vetëm një familje, familja Bulatovic. Këto dy familje kanë marrë shpërblimet e demokracisë dhe të arkeologjisë. Janë pasuruar dy familje, Bulatovic dhe familja Ceka. Dautaj s'ka marrë asnjë lek, asnjë shpërblim. Lexojën artikullin e tij në faqen e Akademisë Franceze. Kjo do të ishte gjithashtu në faqen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Po, a e dini se çfarë është në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë? Vetëm ese për veprat e Ismail Kadares. 90% e veprave të antarëve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë janë ese për veprat e Kadares. Kështu janë bërë diplomat të gjitha në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, do ta shikojmë, boton artikuj me gabime të rënda, drejt shkrimore, ashtu si presidenti shqiptar dërgon letra ngushëllimi me gabime drejt shkrimore. Pra, neve na ka luajtur pak mendja e kokës. Gjithsesi, ky zbulim është bërë krejt rastësisht, po si është bërë ky zbulim, do thoni ju. Unë në vitin 2020 fillova të bëj këto filma për të treguar që unë jam autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane të botuar në internet në vitin 2004, përpara sa të lindte YouTube-i, rrjetet sociale, TikTok-u, Facebook-u, s'kishte atëherë asgjë. Dhe unë nxjerr këtë në serveret amerikan, GeoCities, në Kaliforni. Falas për shqiptarët, por pa emrin tim. Dhe në 2020 vendosa të dal me emër, personalisht. Pra unë jam autori këtij fjalori. Fjalori nuk është i imi, fjalori është i Akademisë së Shkencave të Austrisë. Por unë kam bërë shtesa dhe kam prezantuar në anglisht. Origjinali është në gjermanisht. Tani, ç'a ndodh të dashur shqiptar? Duke dashur të tregoj që ky është fjalori im, unë filloj dhe interesohem për fjalët i lira, të gjetura kudo në Shqipëri, në për tempuj, në për varre, dhe më dalin pak si helenisht të gjitha. Por dimale nuk është helene pra, helene thonë dy fjeleshi, nuk ekziston kjo fjalë në helenisht, dy fjeleshi.
Pra, si arritën ilirët ta bënin këtë zbulim? Ilirët kanë shpikur konceptin e kohës. Merrni frymthell. Fjala kohë ka lindur nga vëzhgimi i hijes së kolonës së Hermesit. Dhe ky koncept është regjistruar në gjuhën shqipe dhe në gjuhët slave. Sot e pabesueshme. Nuk kam fuqime, nuk kam. Jo. Të dashur shqiptar, çfarë është koha? Koncepti kohës ekziston si koncept vëzhgimi vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhët slave. Por si lindi ky lloj vëzhgimi, çfarë po vëzhgonin ilirët, e pra përgjigja e kësaj enigme të jashtëzakonshme është pikërisht në Dimale. Dimale do të thotë dy gjigantët, Apollo dhe Hermes, që u grindën për kopen e lopëve të shenjta, që është në poemën e Iliadës. Po ashtu ky motiv është në tragjedinë Triptolemos të Sofokliut. Tragjedia Triptolemos ka humbur, por aty është përmendur për herë të parë fjala ilir. Grekët e kanë ndjekur këtë tragjedi dhe është gjetur një papirus jo i plot në Aleksandri, në Egjipt. E pa djegur që kishte shpëtuar thjesht nga fryrja e erës. Në këtë papirus është pra fragmenti ku përmendet emri i Iliris. Pra nga Sofokliu. Të dashur shqiptar, gëzuar, sot do ta festojmë me ujë të pastër, ujin e maleve, këtë zbulim madhështor. Askush nuk e ka ditur si lindi koha, si koncept abstrakt. E pra koha ka lindur duke vëzhguar hijen e diellit, kolonën e Hermesit. Pra ka lindur krejt rastësisht nga dembel që s'bën asgjë, vetëm ngroheshin në diell. Kështu lindi koha. Koha është si koncept në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe, në gjuhën polake, në gjuhën ruse, në gjuhën e Lituanisë, në gjuhën e Ukrainës. Është emri koha. Por në shqip është me k, koha, dhe ne dim që fjalët që fillojnë me k janë të tipit kentum. Në gjuhë slave kjo ka evoluar në ç. Koha në shqip, ças, në gjuhët slave, edhe në gjuhë slave ka kuptimin vrojtoj kohën. Çfarë tregon kjo? Që gjuhët indo-europiane kanë lindur në gardishullin ilirik. Është provë e patundshme, sepse ora diellore më e vjetër është në Dimale. E pra, në qoftë se vëzhgonin hijen, shqiptarët e kanë vëzhguar edhe vëllezrit tanë slav. Merrni frymthell. Polakët, serbët, rusët janë vëllezrit tanë. Indo-europian. Dhe gjuha indo-europiane ka lindur në gardishullin ilirik, dhe jo në stepat e Rusisë, sepse aty kishte vetëm akuj dhe arinj polar. Toka ishte shumë e ftohtë 3000 vjet më parë se tani. Ishte komplet ngric. Nuk ka qytete të lashta në Rusi, as në Ukrainë, as në Gjermani, as në Austri. Të gjitha qytetet e lashta janë në Iliri, në jug të Francës, në Itali, në Mesdhe. Sepse toka ishte shumë e ftohtë. Nuk mund të ndërtoheshin qytete në thellësi të kontinentit europian dhe në Azi. Pik. Mbas zbutjes së klimës, atëherë filluan njerëzit të deportojnë në vende më të ftohta. Gjuhët indo-europiane kanë lindur në vende më të ngrohta, atje ku janë dhe qytetet më të lashta.
në dimale ka lindur ora diellore dhe në dimale është vëzhguar hija e kolonës së Hermesit. Tani, vetë fjala stihi në gjuhën shqipe, do të shikoni filmat e tjerë, vjen nga helenishtja, stichion, që është një kolon e vendosur në një orë diellore që lëshon hije. Dhe vetë fjala stihi do të thotë demon. Në orën diellore që kam gjetur unë, thuhet që orët janë demon, 12 demonët, për atë Zot që është në qiell. Për atë Zot. Stichion e greqishtes është bërë stihi në gjuhën arbreshe, stuhi në shqip, origjina e stuhis, e hijes, e demonëve të stuhis, e erës së vrullshme, për atë Zot që është në qiell. Për atë Perëndi, ju them të vërtetën, këto zbulimi kanë bërë gjatë xhirimit të filmave, askujt si shkonte në mendje në botë që nga kolona që lëshon hije ka lindur fjala stuhi e shqipes. Pra gjuha shqipe është e lidhur edhe me gjuhën greke, por edhe me gjuhët slave. Edhe grekët janë vëllezërit tanë, edhe slavët. Fjala kohë ekziston vetëm në shqip, serbisht, polonisht, çekisht, rusisht. Është fjalë e trashëguar, ekziston në shqip dhe në gjuhët slave. Do të thotë vëzhgoj kohën. Po çfarë është koha? Është koncept abstrakt. Si lindi ajo? Duke vëzhguar hijen e diellit, të kolonës së Hermesit, orën diellore, kështu lindi koha, të dashur shqiptar. Dhe këtë koncept e kanë jo grekët, e kanë shqiptarët, dhe 2 gjashtat, 12 orët, është koncepti shqipes. Është origjina e fjalës gjasht, sexte, e gjetur tek ora diellore. Se janistore bëhet gjë në shqip. Pra unë provoj që ne jemi autokton. Por kemi folur një gjuhë shumë të ngjashme me atë helene, jo greke, të ngjashme. Ka fjalë lire që nuk janë në greqisht. Fjala 2 gjashtat nuk është në greqisht. Pik. Ju lutem, shikojeni në monitor që nuk është ora diellore e dimales, nuk e din amerikanët që kanë një thesar që ju a ka quar në Eritan Ceka, por ata se kanë përkthyer. Sepse prisnin përkthimin nga akademikët grek dhe jo nga një shqiptar. Si o merrte mendja kur në botë që kali i Trojës dhe u vinte nga një shqiptar. E pabesueshme. Ta shikojmë Wikipedian edhe enciklopedin britanike se s'kan as një fjalë për dimalen dhe për orën diellore atje sepse se din, akoma se din. Ky lajm do të përhapet nga ju, nga mediat që tregojmë vetëm vrasje në Shqipëri, kjo është e tmerrshme. Vetëm gjëra të shëmtuara të Sali Serbit. Shkatrimi që i solli ai Shqipërisë. Përse nuk dalin zbulimet e mia? Ç'është kjo? Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, grekët nuk kanë akademi. Ata kanë një institucion i cili për ligj zaptimin e tokave arbreshe në more, zaptimin e tokave pranë Athinës, arbreshe, zaptimin e Çamërisë ose Principata e Thyamisit. Pra, me këtë merren grekët, me zaptimin e tokave shqiptare dhe kanë ndryshuar 4000 toponime arvanitase në Greqi, grekët. Grekët nuk janë marrë asnjëherë me shkencë. Absolutisht. Dhe këtu para syve tuaj është pikërisht ky zbulim madhështor që është bërë nga Jokli, por unë e nxora pra për herë të parë këtë zbulim. Siç e shikoni, Jokli e kuptoi për herë të parë që në gjuhë slave dhe në gjuhën shqipe lindi koncepti i kohës, i vrojtimit të kohës, por si mund të vrojtohet koha? Po nuk pate një orë, si mund të vrojtosh kohën, dhe Joklit nuk i shkoi ndërmend që
slavët dhe shqiptarët kanë banuar pranë njëri tjetrit. Dhe Joklit nuk i shkojnë ndërmend që ora diellore është me origjinë ilire, sepse akoma nuk ishte zbuluar qyteti Dimale nga arkeologët shqiptar. Pra Jokli vetëm vuri re ngjashmërinë e gjuhëve slave dhe të gjuhës shqipe dhe kuptoi që fjala kohë ka kuptimin vrojtoi edhe në gjuhën sanskrite, edhe në gjuhën avestanit, edhe në gjuhën lituaneze. Pra, Jokli zbuloi ngjashmërinë e gjuhëve slave dhe të gjuhës shqipe. Pastaj, unë, më datën 8 dhjetor të vitit 2025, zbuloj poshtë kolonës së Hermesit një mbishkrim që ishte gjetur dhe që ishte dërguar universiteteve amerikane. Janë fragmente fjalësh që i rindërton inteligjenca kompjuterike, mbështetur në pllaka të tjera të gjetura në Dimale. Dhe shpjegon që këto janë 12 orët. E po kjo, thash me vete, 12 orët, po kjo është një orë diellore me siguri. Amerikanët nuk e dinin. Kjo nuk është e përkthyer absolutisht fare tek faqja e Universitetit Amerikan, është vetëm në ilirisht, në origjinal. Këtu shikoni demonët. Demonët ishin pikërisht demonët e orëve, një lloj si stikhioni u bë stihi, demon në gjuhën shqipe, hije, pastaj dhe origjina e fjalës stuhi, do ta shikoni në një film tjetër. Është kolona e orës diellore. Zbulim epokal që se ka kuptuar njëri deri tani këtë zbulimin tim. Kjo fjalë pra është në gjuhën arbreshe, stihi. Por në shqip është bërë stuhi. Tani, kemi dy perëndi. Kemi Apollon dhe Hermesin. Këto janë dy malet, dy gjigantët, të cilët janë ngrindur me njëri tjetrin për lyrën. Për lyrën e përmendur tek Iliada. Por askush nuk e kuptonte se ç'ishin këto 12 orët. Pra 12 orët janë pjesët e orës diellore. Dhe unë këtë e kuptova, si që shikoni, ja këtu është emri im, që i them inteligjencës kompjuterike që këtu kemi të bëjmë me një tokë fjalësh 2 gjashta, që do thot 12. Di sekste, dhe sekste është origjina e fjalës gjashtë në shqip. Zbulimi im epokal, se është bërë gjë në gjuhën shqipe, një lloj si tek fjala serpens është bërë gjarpën në gjuhën shqipe. Pra kemi 12 orët, 12 demonët. 6 orët e paradites, 6 orët e pasdites. Pra, askujt si ka shkuar ndërmend një gjë e tillë. Absolutisht. Dhe tani do të shikojmë Wikipedian që nuk di asgjë fare për orën diellore në Dimale. Ta shikojmë? Të dashur shqiptar, këtu jemi në Wikipedia dhe këtu është origjina e orës diellore në Egjipt. Kolonat gjigande të Egjiptit filluan të kuptoheshin si piknisja e orës diellore. Ati ka lindur ky koncept. Nga Egjipti kalon kjo pra në Greqi dhe në Iliri. Por unë them që në Iliri ka lindur më herët, sepse grekët s'din gjë fare për orën diellore të Dimales, ato thonë që janë 2 fije leshi. Këto janë pra 2 orët e paradites, pjesa e parë 6 orët e paradites dhe 6 orët e pasdites 12 orët. Disexte 12, fjalë lire, një lloj si 40, 2/20, fjalë lire. Pra i lirët i ndanin shifrat në dysh. Kjo orë diellore është zbuluar në Kinë, pastaj në Indi, po për herë të parë ka lindur në Egjipt si koncept. Tek piramidat e Egjiptit. Pra këtu përmenden të gjitha orët diellore të gjetura në Greqi
dhe nuk është asnjëra prej tyre në dimale. Grekët kujtojnë se fjala dimale do të thotë dy fije leshi ose dy vrimat e bythës, fjalë për fjalë. Fjala malaka në gjuhën greke do të thotë bythqir. Grekët janë malaka që të gjithë të dashur shqiptar, sepse fjala dimale do të thotë dy gjigantët, Apollo dhe Hermes, të cilët e ndanë 12 në 6 orë të paradites dhe 6 orë të pasdites. E shikoni, nuk është fjala dimale dhe as ora e dimales, nuk është atje. Nuk e din ata që kjo është orë diellore. Tani të shikojmë edhe një herë artikullin e arkeologit të famshëm shqiptar, i cili vdiq në varfëri. Të dashur shqiptar, artikulli me zi lexohet sepse është bërë me gërma prej plumbi, jo gërma kompjuterike, dhe është bërë në vitin 1971 dhe këtë artikull unë e gjej në faqen franceze, duhet ishte në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Ky është artikulli origjinal që është pra në kompjuterin tim, dhe unë këtu krejt rastësisht duke kërkuar për dimalen, kush e zbuloi dimalen, a ka kuptim dy fjeleshi në greqisht, këto nuk thuhet asgjë. Këto janë pllakat e dimales, të coptuara dhe të rindërtuara më vonë. Kemi të bëjmë me një vull me legjendën Dimalatan, që është në gjinore shumës në dialektin dorik. Dhe këtu autori tregon për Dimalen, për rolin që ka luajtur Dimale në luftrat ilire romake, dhe askush nuk e ka kuptuar shkrimin në pllakën e Dimales. Nuk është e përkthyer. Përse do thoni ju? Po sepse Burhan Dautaj nuk dinte greqisht. As Neritan Ceka nuk dinte greqisht. Grekët e kanë parë dhe nuk e kanë kuptuar si tekst. E kanë injoruar komplet. Nuk e dinin që kishin zbuluar orën e parë diellore në Europë. Është ora më e vjetër diellore deri tani. Pra, siç e shikoni, Burhan Dautaj e ka kuptuar që është orë diellore, por nuk e ka kuptuar shkrimin aty. 12 demonët, 12 orët, mitin e Apollos dhe të Hermesit, të Iliadës, sepse ai duhet kishte lexuar Iliadën në origjinal, pra në greqisht gjithashtu, që të kuptonte orën diellore. Ai s'ka lexuar as Iliadën, nuk dinte as greqisht dhe ishte arkeolog. Pra ky është artikulli origjinal, dhe unë duke lexuar artikullin origjinal për orën diellore, e pash dhe e kuptova që shkrimi në gazetën amerikane vinte pikërisht nga ky artikull. Por këtu nuk është varianti në greqisht, nuk e kanë nxjerr. Pra, në mënyrë të pabezë, familja Ceka e ka shitur këtë shkrimin në greqisht, ja ka dhënë Universitetit Amerikan. Duhet ja kishte dhënë Universitetit të Tiranës, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, aty ku ai merr rrogën dhe ofiqet e tij. Pra kush është tradhtari këtu? Pra, siç e shikoni, këto janë zbulimet e bërë në Dimale. Fotografitë janë shumë të zbehta, të bëra me shkronja plumbi. Këto janë veglat e bronzit, ky është hiu i pillorisë, dhe kjo është pra pllaka e thyer, po ta shikoni me vëmendje, është vetëm një pjesë e orës diellore. Nuk dallohet që është orë diellore. Ky është shkrimi që është në Universitetin Amerikan, po këtë e kuptova unë mbasi lexova artikullin e Dautajit, pra përpara se ta lexoja këtë artikull, si do më shkonte mendja, dhe nuk duket qartë. Duket shumë zbehtë sepse është e thyer si pllak, po shkrimi është i plot. Shkrimi tregon që kjo është një orë diellore, 2/6, 12 orët. Edhe Dautaj e ka kuptuar që është orë diellore, e shkruan. Por as Ceka se ka përmendur më,
nuk ka bërë asnjë lloj buje sepse askush nuk dinte greqisht. A kuptua tani që është përkthyer për herë të parë nga unë në 8 dhjetor të vitit 2025, në prag të vitit 2026. Të dashur shqiptar, çfarë tregon kjo? Që koncepti i vëzhgimit të orës diellore krijoi konceptin abstrakt të kohës. Si lindi koha? Sepse koncepti i kohës nuk ekziston tek popujt e tjerë të vjetër indo-europian. Është krijuar më vonë, mbas kontaktit me grekët dhe latinët. Shikoni me kujdes në monitor se fjala kohë në shqip dhe në gjuhë slave ka lindur nga procesi i vëzhgimit dhe i kuptimit, i mendjes, i intelektit, fjalë që gjendet në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën e Avestanit, gjuhë iraniane. Pra, kjo fjalë nuk ekzistonte në greqisht, nuk ekzistonte as në gjuhët gjermanike. Pra është gjetur vetëm në gjuhën sanskrite, në gjuhë slave, gjuha Avestanit dhe gjuha shqipe. Pra, ka lindur nga procesi i vrojtimit. Po çfarë po vrojtonin slavët edhe ilirët? Që kanë jetuar pranë njëri tjetrit nuk diskutohet më, që jemi vëllezër e pa diskutueshme. Pra, çfarë vëzhgonin ata? Cili ishte objekti? Dhe objekti ishte pikërisht ora diellore. Norbert Jokli thoshte që slavët dhe ilirët kanë vrojtuar diçka dhe lindi koncepti i kohës, koncept abstrakt që nuk ekziston në shumë popuj të botës, nuk e kanë fare konceptin e kohës. Pa konceptin e kohës nuk do kishte lindur qytetërimi modern. Orët janë pikërisht momenti ku shpërthen qytetërimi europian. Është qytetërimi i lirë. Grekët e kanë shfrytzuar këtë shpikje të ilirëve. Por çfarë po vëzhgonin pra ilirët? Hijen e maleve, Dimale, Hermesit dhe Apollos. Perëndia e diellit, Apollo. Duke vëzhguar gjithashtu obeliskët e Hermesit që ishin imitime të obeliskëve të Egjiptit, kopje. Dhe vendoseshin në udhkryqe për të mbrojtur udhëtarët. Kështu lindi ideja e kohës, duke vrojtuar hijen e Hermesit. Dhe këtë e dim sepse vetë fjala stihi, që do thot hije në gjuhën arbreshe, vjen nga stichion. Pikërisht kjo kolona e Hermesit është stichion në gjuhën greke. Prekëndej vjen fjala stuhi, fantazma të stuhis në shqip, demonët. Ishin demonët e kohës, e pat 12 demon, në greqisht është daimon. Këta janë demonët që përmend Sokrati dhe dënohet me vdekje. A i thoshte që çdo njeri ka një demon, dhe tani ne dim. Demon në gjuhën greke do thot demoni i kohës, i orës, të vjen ora për të vdekur. Nuk e ndalin dot as perëndit jo. Këtë shpjegonte Sokrati, dhe për këtë u dënua me vdekje, pra grekët nuk e dinin ç'do thoshte demoni i kohës. Është koncept i lirë që ka hyrë në filozofinë e Sokratesit. Do të shikoni filmat e mi për vdekjen e Sokratesit, janë shumë të bukur. Dhe grekët edhe sot e kësaj dite nuk e din pse u helmua Sokrati, çfarë bëri ai. Dhe në fakt, ju do të shikoni filmat e mi. Sokrati është dënuar sepse sipas grekërve ai ka njollosur perëndin Hermes. Pra doli çfarë është perëndia Hermes dhe demonët. Janë orët, 12 orët, dhe Hermesi ishte pikërisht ky stichioni, kolona në Dimale. Pra grekët ishin të tmerruar nga krijimi i kohës, nga krijimi i orës, dënuan Sokratesin me vdekje. Sokratesi thot që demonët e orës janë më të fuqishëm se perëndit vet. Këtë thoshte Sokratesi. Ju betohen pra të Zot që është në qiell dhe e dënuan me vdekje. Është i vetmi intelektual i lashtësisë, i vetmi filozof
që është dënuar me vdekje, sepse zbulimi i tij, që është zbulimi i lirëve, kërcënonte statusin e të gjitha zotave të Olimpit. Pra sipas i lirëve, demonët e orës përcaktojnë fatin dhe jo zotat në qiell. E jashtëzakonshme, e pa imagjinueshme është fillimi i krijimit të kristianizmit, përmbysja e zotave të Olimpit. Doli pra në Dimale ka lindur ky koncepti i kohës, që i tmerroi grekët. Dënuan Sokratesin me vdekje për demonët që ai solli, që gjoja cënonin statusin e Hermesit. Hermesi ishte pikërisht ai që i kontrollonte demonët e orës me hijen e tij diellore. Dhe këto elemente i gjejmë në tekstin që ju kam sjellur unë. Tekstin që nuk e kuptoj në Eritan Ceka, pra që të kuptosh të gjitha këto elemente, duhet të dish teorinë e Platonit, teorinë e Sokratesit, konfliktin e Sokratesit në Athinë, problemi i perëndis Hermes dhe i demonëve, roli i demonëve, çfarë janë demonët? Janë demonët e orëve, 12 orët. Ku lindi ora? Në Dimale. Çfarë është ora? Krijim i Hermesit dhe i Apollos. E përsosur në Dimale. Grekët thonë janë dy vrimat e skjetullave, vrimat me lesh. Çdo lloj vrime me lesh janë Dimale, sepse mali i thonë leshit në gjuhën greke. Pra grekët kur nuk e kanë kuptuar zbulimin në Dimale. Asnjëherë. Dhe kanë dënuar me vdekje intelektualin më të madh të gjitha kohrave, filozofin më të mrekullueshëm që kuptoi zbulimin në Dimale. Lidhjen e Hermesit me demonët e orëve. Në fjalët demoni i orës, stihion, është bërë stihi në gjuhën arbëreshe dhe stuhi në shqip. Kjo është çmenduri kjo që ka ndodhur. Pra gjuha greke dhe gjuha shqipe janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, nuk studiohen fjalët veç, por kur i bie bashkë të gjitha, në kontekstin e kohës, kur u krijuan, atëherë kupton se çfarë është koha. Është vrojtimi i orës diellore. Pa orën diellore nuk ka konceptin e vëzhgimit të kohës. Çfarë po vëzhgonin? Ku ishte koha? Koha ishte ora diellore, pranë stihionit të Hermesit, kolona e Hermesit. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Zbulim madhështor. Ju lutem përhapeni këtë lajm. Është falas. Unë nuk përfitoj asgjë, po ashtu edhe arkeologu i mirë shqiptar asgjë nuk përfitoi.